Alba ulet pranë Limit, dukshëm e shqetësuar dhe me një ndjenjë konfuzioni në fytyrë. Pas debateve dhe situatave të shumta që kanë kaluar, ajo ndjen nevojën të flasë hapur me të kuptojë dhe të marrë përgjigje për atë që e ka prekur më shumë ditët e fundit. Shikimi i saj është i drejtë dhe kërkues, ndërsa zëri i saj është i lehtë, por i mbushur me emocione. Ajo fillon të flasë, duke i thënë Limit se nuk kupton pse ai ka thënë që nuk ka lidhje aty dhe pse ka deklaruar se nuk ka ndjenja për të. Fjala pse përsëritet disa herë, duke treguar se zemra e saj është e trazuar dhe kërkon një përgjigje të sinqertë. Ajo e shikon Limit në sy, duke kërkuar jo vetëm fjalë, por edhe ndjenja të vërteta pas tyre. Limi e dëgjon me kujdes, duke ndjerë rëndësinë e momentit. Ai e di se fjalët e tij kanë krijuar konfuzion dhe tension, dhe tani është koha për të sqaruar gjithçka. Ai merr frym thellë dhe fillon të shpjegojë arsyet pse ka folur ashtu. Fjalët e tij janë të ngadalta, të menduara dhe me ndjenja të dukshme, ndërsa ai përpiqet të tregojë se nuk është gjithçka kaq e thjeshtë dhe se situata ka shumë nuanca që Alba mund t'i kuptojë vetëm duke dëgjuar nga ai. Alba e ndjen tensionin dhe emocionet e tij. Ajo vazhdon të pyesë dhe të kërkojë shpjegime, duke shprehur shqetësimet e saj dhe pasigurinë që ka ndjerë gjatë ditëve të fundit. Zëri i saj dridhet her pas here, duke treguar se ajo është e lënduar, por edhe e vendosur të dijë të vërtetën. Ajo nuk e flet vetëm për faktin që ai tha se nuk ka ndjenja, por edhe për mënyrën se si kjo e ka ndikuar atë emocionalisht dhe si ka ndjerë mungesë sigurie brenda shtëpisë. Limi përpiqet të qetësojë situatën dhe i shpjegon Albës se deklaratat e tij nuk kanë qenë gjithmonë të sakta dhe se ndonjëherë janë thënë në moment tensioni, pa menduar thellë për pasojat. Ai i tregon se ndjenjat mund të jenë të komplikuara, por se ajo duhet të dijë që ai nuk e ka lënë jashtë kujdesit dhe vëmendjes së tij. Fjalët e tij janë të gjatë dhe të ngarkuara me ndjenja, duke e bërë momentin të duket i gjatë dhe i rëndësishëm. Alba reagon herë me buzëqeshje të hidhur, herë me heshtje të gjatë, duke treguar se po mendon dhe po përpunon çdo fjalë që dëgjon. Ajo e kupton se Limi nuk është thjesht i ftohtë ose indiferent, por se ka një mënyrë të vetëm për të treguar ndjenjat dhe se ajo duhet të jetë më e durueshme për t'i kuptuar ato. Biseda vazhdon për disa minuta, duke u thelluar gjithmonë më shumë. Ata flasin për pasigurinë, për frikën e lëndimit, për mënyrën si ndihen brenda shtëpisë dhe si duan të përballojnë situatat e ardhshme. Limi i tregon Albës se ai ka ndjenja për të, por se mënyra e tij për t'i shprehur ndonjëherë është ndryshe dhe mund të keq kuptohet. Alba e dëgjon dhe ndjen një lloj qetësie të brendshme, duke kuptuar se fjalët e tij nuk janë gjithmonë reflektimi i mungesës së ndjenjave, por më tepër një mënyrë për të mbrojtur veten ose për të menaxhuar situatat komplekse brenda shtëpisë. Ndërkohë, heshtja përreth i jep kohë moment.